Jam në Rugov, në malësinë e Rugovës, në zonën e Pejës, në fakt jam mbi bog të Shkrelit. Kalova gryk në Rugovës, që është një prej mrekullive. Hecet rreth, nuk duhet heci këtej sipër, hecet rreth afërsisht 25 kilometra nëpër një prej grykave më të bukura të Europës, me një lartësi diku prej 1000 metrash malet. Është një prej grykave më të thella dhe më të bukura. Tani jam duke shkuar në drejtim të Hotel Belushit. Jam duke hecur në pjesën e sipërme të kodrave. Lartësia është 1700 metra afërsisht, pra më pak më lartë se mali i Dajtit. Doli dhe dielli, bora është deri në gjuhë. Mjafton ta shihni këtu. Pamja shumë e bukur. Do mundohem të eci në mes të pishave për t'ju treguar një nga parqet më të bukur që Shqipëria ka. Shqiptarët kanë, se kjo është i shtetit Kosovës, ja, ordzova prap. Është shpallur park kombëtar që në vitet e ish Jugosllavisë, zonë e mbrojtur, po park kombëtar është mbasi Kosova u bë shtet i lirë. Do mundohem të eci më sipër, të ngjitem dhe të zbres nga ana tjetër. Pamja këtu është shumë e bukur, shiva. Parku kombëtar i Rugovës është afërsisht 4 orë nga Tirana. Duhet ndjekësh rrugën e kombit, futesh në Kosovë, merr rrugën për në Prishtinë dhe sa kalon Malishevën kthehesh merr drejtimin e Pejës. Shive, këtu jam komplet deri në gjuhë. Merr drejtimin e Pejës, në të dalë të Pejës ngjitesh me drejtimin e Rugovës. Rruga është spektakolare. Më besoni që është spektakolare. Duhet ta bëni që ta shihni patjetër edhe vetë si është. Të duan rreth 50 minuta, 45. Rruga nuk ka asnjëherë borë për të ecur në drejtim të Rugovës. Kalon një sër fshatrash. E gjithë zona është e mbushur me struktura turistike, që nga vilat e deri tek bujtinat dhe hotelet. Më i miri është Grand Hotel Belushi. Është një hotel i ndërtuar nga 3 vëllezër të Kosovës me mbiemër Shala, po që i quajnë dhe Belushi. Shihni pamjen mas shpinës time. Çfarë mrekullie është. Oh, është pak e vështirë të marrësh frym nga ngjitja. Grand Hotel Belushi ka 110 dhoma, ka pishinë spektakolare, të gjithë llojet e spave që ka nevojë një hotel. Ndërkohë që hotelet e tjera, me sa di unë, kanë struktura shumë mira akomodimi, nuk jam i sigurt për pishinë dhe për spa. Gjëja që më bën përshtypje është që 80% e njerëzve që e frekuentojnë janë shqiptarë të Shqipërisë, të cilët për arsye të mungesës borës në Shqipëri mundohen ta gjejnë në Kosovë. Shih çfarë pamje ka këtu. T'ju bëj një rrotullim të plotë të kamerës për të parë se sa mrekull është. Maja më e lartë është 1800 metra. Keni parasysh se ndoshta nuk e dini, Kosova ka shumë zona malore, po mali më i lartë i shqiptarëve është Korabi, mali që është në zonën e Dibrës. Ndërkohë, për të ardhur thash deri këtu, rruga është e hapur, ka pafund gjurmë Ariu. Do jam putra Ariu, se s'ka mundësi tjetër. Ti shoh. Ja. Për të ardhur deri këtu rruga është e hapur, të gjitha strukturat turistike janë shumë të mira. Të gjitha, vilat, restorantet, ushqimi shumë i mirë. Kosova ka një shërbim shumë herë më të mirë se ai që ofrojmë ne në Shqipëri, sepse kam pasur për një kohë shumë më të gjatë se ne, tu pas ka ngrirë dhe është pak më rrezik, për një kohë shumë më të gjatë se sa ne, shërbimin privat, gjë që i ka dhënë atyre mundësi të jenë shumë më të përgatitur në këtë fushë. Ushqimi pastaj është ai tradicionali, si çdo vend i ftohtë. Këtu gjybora që nga e pashkelur, pamja që nga e mrekullueshme. Wow! Wow, çfarë mrekullie. Shifeni. Është spektakël e gjitha. Tu arrim fiks deri në gjuhë. Ja.
deri në gjuhë, është Kosova thash ka strukturë shumë më të mirë të shërbimeve sa ne. Ka hoteli, Grand Hotel Belushi, që ka marrë dhe çmim si hoteli më i mirë, hotel spa malor në 2024 në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Është strukturë e mirë, po thash gjitha strukturat janë shumë mira. Me shpenzime më të mëdha ose me shpenzime më të vogla mund t'ja dilni që të vini. Për fëmijët është një parajs. Shis si është pamja këtu. Është tani doli dhe dielli. Dukesh sikur je në pralla. Nga ana tjetër, gjithmonë kur jam në Dëbor mua më kujton një film famshëm të Kinostudios Shqipëria e Re, filmin Rrugë të Bardha me Dedën. Deda ishte një fillërojtës si mundohej të shpëtonte linjat e komunikimit në një nga zonat e izoluara të Veriut. Me Richard Laren, ka qenë hit në fëmijërinë time. Madje ende sot kujtohet batuta e famshme Alo Det. Gjithsesi po rikthehem edhe një herë Rrugovës. Është rreth 1600 ca metra mbi nivelin e detit kjo zonë këtu ku jemi. Është nga zonat më të bukura, mund të ecësh në pyll, mund të ecësh me pajton dhe t'i vish rrotull pjesës të pyjeve, mund të zbresësh poshtë në bog, mund të bësh spa, mund të marrësh motor me 4 rrota dhe të vazhdosh në këtë drejtim në gjurmët e mia. Mjafton të ecësh 20 minuta dhe ti del në malin e Zi. Është kufire malin e Zi që ndahet, por nuk ka pikë kufitare. Pra mund të shkosh, mund të hysh deri në Malzi pa leje me shkelje kufiri dhe të kthehesh, ndërkohë që kufiri treshësh në këtë drejtim mes Shqipërisë, Malit Zi dhe Kosovës, pra në zonën e Dobërdolit në Shqipëri. Është i vlefshëm si në dimër me Dëbor, për arsye se Shqipëria ka mungesë të Dëborës ose të paktën strukturave turistike në Dëbor. Është po aq spektakolar edhe në pranverë dhe në verë, sidomos në verë, më thonë, sepse nuk ke nevojë as të flesh i mbuluar gjatë, shio sa zbriti sasia e borës, shkon deri në mes. Nuk ke nevojë të flesh as me kondicioner as gjë, mjafton duhet të mbulohesh me jorgan. Thash është nga zonat shumë bukura që janë, është zona e Alpeve që ndan 3 kufit mes vendeve tona. Unë do vazhdoja t'ju bëja thirrje, hajdeni dhe vizitoni Kosovën. Thash pjesa më e madhe e vizitorëve janë nga Shqipëria për arsye të mungesës së borës tek ne, po jo vetëm kaq, është hajët mirë, është vend i bukur, mund të marrësh frymë në mënyrë të jashtëzakonshme sepse nuk ndihet pastërtia e ajrit dhe ne jemi të bekuar që i kemi edhe detin në Shqipëri poshtë, edhe malet në Shqipëri e në Kosovë, edhe këtë mrekulli siç është Rrugova, së bashku me pjesën tjetër të parqeve kombëtare që janë në zonën e Prizrenit sipër. Kjo është nga zonat më të bukura që ka Shqipëria.